Mirdita, do doja që ju falenderoja shumë, vërtet realisht shumë të gjithëve, gjithë atyre që më keni shkruar, më keni çuar mesazhe, për mbështetjen përmes atyre mesazheve, për vlerësimin që më bëni, po përmes atyre mesazheve, për inkurajimin, po përmes atyre mesazheve. Ashtu siç dua t'i kërkoj një ndjes, kujdo që nuk jam kthyer një falenderim pas, por realisht keni qenë shumë gjatë këtyre 2 ditëve. Nuk më ka ndodhur më herët në asnjë proces të mëparshëm apo qëndrimtimit në të mëparshëm që të vi ky fluks mesazhesh, veçanërisht atyre që kanë shkruar në Messengerin e Facebookut, në DM-n e Instagramit, atyre që kanë shkruar në WhatsApp, praktikisht ju jam përgjigjur të gjithëve, ka mundur të arrit ju përgjigjem të gjithëve. Tani, përmes këtyre mesazheve kam parë që ka një pyetje që përsëritet shpesh në to. E ke seriozisht apo po tallesh me ne njerëzit? 2 gjëra. Unë nuk tallem kurrë me njerëzit, se kam bërë kurrë dhe nuk ka gjasë që të ndodhë me mua që të tallem me njerëzit. Asnjëherë. E dyta, po e kam seriozisht dhe do shkoj deri në fund me ju bashkërisht. Nuk është ambicia ime personale, nuk është interesi im personal, por mendoj që kemi një mundësi shumë të madhe për ta zhvilluar këtë qytet në një dimension të ri, përfshirës dhe ku gjithë secili gjen jo veten e tij, jo thjesht jetën e tij, por të mirën e tij.